Tani, nëse Majlinda Bufi ka ndonjë gjë për të thënë, jepja një çik mikrofonin se nuk e përmenda Toskanën se mu duk si lapsus i Ervinit që se ka shkruar këtu, se normalisht më mendoj që ti i ke sjell të hartat. E vërteta është që nuk i kam sjell. Dhe pa dyshim që... Po e autokritik, ma. Pa dyshim që është autokritik jo vetëm për mua, por për gjithë ata që nuk i kanë sjell. Nuk ka dyshim që do ta përmbushim atë deadline-in që ju vendosët. Sigurisht që është një mundësi shumë e mirë, jo vetëm për ne si kryetar bashkie edhe të vegjël, po në fakt është për gjithë qytetarët. Në fakt ne kemi filluar pak punën, por nuk e kemi finalizuar. Nuk ka vend për të thënë fjalë tjera. Ka shumë prishet. Faleminderit që nuk na kritikove hapur. Jo, sepse më kujtuan që ke bërë shumë punë dhe nuk desha të vërë në një rresht me të tjerë, megjithëse dhe këta kanë bërë ato që kanë mundur. Po që ti të mbetesh në një rresht me Majliajin edhe me Fusharzin, kjo nuk më pëlqen. Kështu që ullu mos mendo përgjigjen tani. I tha, tek ai filmi tha asnjëherë deri tani ta nuk ta thash ishe kështu. Ma the tani tha. Jepja pak atij mikut tim nga Fusharzi, jepja.